Mëshira me të afërmit. Jemi dëshmitar të asaj që shpesh dëgjojmë se vllau nuk polen me vllaun e vet. Motra nuk polen me motrën e vet. Edhe kur dëgjon arsijet janë shumë banale, shumë të thjeshta. Për një fjalë ose për një dhanë ose kështu me radhë. Sa e ka bërë të rëndësishme Allahu xhelleshanuhu lidhjet farefisnore, që ta kuptojsh më mirë. Pejgamberi alayhi salam thot emri Allahu xhelleshanuhu është Rahim, i mëshirshëm. E nga ky emër i ka emëruar edhe lidhjet farefisnore. Mëshira Allahu xhelleshanuhu është reflektuar në mesin ton duke i mbajtur lidhjet farefisnore. Thot Zoti xhelleshanuhu me një hadis kudsisi që transmeton Muhamedi alayhi salam, unë jam Zoti dhe unë jam mëshiruesi. Kam krijuar lidhjet e gjakut nga mëshira ime. E kush i mban lidhjet farefisnore të afërme, atëherë edhe Allahu xhelleshanuhu do të afroje në mëshirën e tij. E kush i ndërpret lidhjet farefisnore, atëherë edhe Zoti xhelleshanuhu do të largoje nga mëshira e tij. Wallahi, nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë dëmi të madh bëjmë, nëse për pak e për shumë. Po edhe për gjëra të mëdha të kësaj dunjaje, i ndërpresëm lidhjet farefisnore. E çfarë është dënimi më i madh? Dënimi më i madh i ndërprerjes së lidhjeve farefisnore është ngurtësimi i zemrës, largimi nga mëshira e Zotit xhelleshanuhu, dhe kjo është një dënim tepër i madh në këtë dhe në botën tjetër. Prandaj prej këtij momenti, nderuar i vëlla, hape zemrën. Dhe thuaj po, për hir të Allahu xhelleshanuhu, prej sot e tutje do t'i foli vllaut, tezes, hallës, nga se e dua tepër mëshirën e Allahu xhelleshanuhu dhe dëshiroj të jem i mëshirshëm në këtë dhe në botën tjetër.